O Zot, o Perëndeju, që ju dhurove urdhra të ndryshme dhe përndave me anën e Shpirtit të Shenjtë dhurata prej hiri mbi ata që ke zgjedhur me përkujdesin tënde, që caktove grada priftërore për shërbesat e mistereve të tua të shenjta. Ti, o Zot, vlerësoj edhe shërbëtorin tënd Difon, të shërbejë në kishën tënde të shenjtë si nën dhjak, ruaje faqebardh në të gjitha, bëje ta doj bukurinë e kishës sate, të qëndroj përpara dyrëve të shenjtërore sate, të ndes dritat e altarit tënd, mbille në kishën tënde se një shelku liri pjellor, që sjell pemë drejtësie, tregoje shërbëtor të mbaruar në kohën e riardhjes sate, dhe jepi shpagimin atyre që të kanë gëzuar, se joti është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erë në jetë të jetëve. Sa jeni besimtarë, sa jeni besimtarë, sa jeni besimtarë. Episkopat ortodokse që përcakton drejt fjalën e së vërtetës sate. Zotim Solem, unë i nënshkruarin Nifon, pohoj me ndërgjegje të pastër përpara Perëndis dhe përpara fortlumturisë së tij, Joanit, kryepiskopit Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, duke dashur të bëj midenj për dhuratën e priftërisë në dhjak, se do të punoj vetëm për shpëtimin e shpirtrave. Gjithmonë do të jetoj sipas mësimeve të Ungjillit të Shenjtë, të apostujve të shenjtë, sipas kanoneve dhe mësimeve të etërve të shenjtë të kishës ortodokse. Nuk do t'i haroj kur fjalët e apostull Pavlit, i cili kërkoi që prifti të jetë i patëmet, i kujdesshëm, i përmbajtur, i urtëm, i kpritës, mendjekthjellët, jo i dhunshëm, jo lakmues i paras, i sjellshëm, paqësor, jo lakmitar, drejtues i mirë për kishën e Perëndisë. Do të përpiqem për t'i përmirësuar këto cilësinë në veten time dhe të tregoj që jam i denjë për thirrjen priftërore. Përfundimisht pohoj se do t'i bindem kryepiskopit tim, fortlumturisë së tij kryepiskopit Joan,
si dhe rregullave të sinodit të shenjtë të Kishës Orthodokse Autoqefale të Shqipërisë. Perëndia më ndihmoft. Dëshmim. Apostujt që kanë rregulluar të gjitha mirë, së bashku me etrit të hyrësisë dhe të shenjtë, kanë caktuar që asnjë të mos pranohet në gradën e priftërisë pa pasur për të informata të sakta, sepse nuk duhet të kryen misteret e shenjta nga njerëz që nuk janë të denjë. Sot ka ardhur tek unë biri im shpirtëror Nifon Baka, i birja Nestit nga Korça, që ka kërkuar të marrë gradën e priftërisë. Unë e mbajta përpara ikonës së shpëtimtarit Doni Jezu Krisht dhe jam thelluar në zemrën e këtij personi. Duke kryer misterin e rrëfimit, gjithashtu jam informuar edhe nga njerëz të tjerë të respektuar që e njohin jetën e tij dhe nuk kam gjetur asgjë që mund ta pengoj sipas kanoneve të Kishës Ortodokse për të marrë gradën e priftërisë në diakon. Unë dëshmoj se është i ndëjnë priftërinë dhe është në moshën e ndur sipas rregullit të shenjtë. Prandaj jap këtë dëshmi dhe e vërtetoj me firmën time. Ati shpirtëror im Zot Nathanieli, mitropoliti i Gjirokastës, më datë 3/6/2026. Shërbesa e diakonisë është themeluar nga Zoti nëpërmjet apostujve. Në Kishë ne kemi 3 gradat priftërisë. Kemi diakonin, priftin dhe episkopin. Dhe Kisha fillon me diakonin, sepse fillon me shërbimin. Nëse dikush nuk do jetë diakon, nuk mund bëhet dot as prift dhe as episkop, sepse detyra priftërore është për të shërbyer. Dhe detyra e diakonit është e rëndësishme. Ai ndihmon priftin dhe episkopin në shërbesën e tij. Duhet të jetë ruajtësi dhe i lutjes së priftit dhe të episkopit. Sepse nëse prifti dhe episkopi do luten dhe të kenë mendjen tek lutja, diaku duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të marrë me gjërat e tjera për ta ndihmuar. Në fillim, diakonia ishte për ndihmuar në tryezat për shërbyer njerëzve që ishin të varfër. Më vonë ushtridhe në planin liturgjik, në atë që është sot, që shërbehet njerëzve, i shërben altarit dhe u shërben të gjithëve. Dhe cilësitë e diakut janë, siç thohet për Shën Stefanin, diakun e parë dhe martirin e parë. Thotë ishte një njeri me dëshmi të mirë dhe i mbushur me shpirtin e shenjtë. Nëse ne nuk do mbushemi me shpirtin e shenjtë, nuk mund ta pastrojmë zemrën. A nëse nuk pastrojmë zemrën, nuk mund ndihmojmë njerëzit e tjerë. Prandaj dhe lutju Perëndis që dërgoj shpirtin e shenjtë e të jetë gjithmonë i pranishëm në shërbesën tënde. Dhe ungjilli i sotëm ndoshta është më i rëndësishmi për gjithë secilin nga ne që është në Kishë, qofshin laik dhe klerik. Së pari na thotë që kandili i trupit është syri. A nëse syri është i pastër, gjithçka është e pastër. A nëse syri nuk është i pastër, gjithçka kthehet në errësirë. Po Zoti nuk e ka fjalën thjesht për syrin fizik, po e ka për syrin shpirtëror, për pastërtinë e mendjes dhe të zemrës. Nëse ne nuk i kemi mendjen e pastër, edhe njerëzit e tjerë nuk i shohim në mirë, sepse jemi në errësirë. Dhe shpesh herë ne projektojmë tek të tjerët ato gjëra që i kemi vetë. Një njeri që është i mirë mundohet të shkojë mirësinë kudo. E njeri që ka zemër të keqe mundohet të shohë të keqen ke gjithë të tjerët. Prandaj në këtë detyrë duhet pastruar zemra. E duke pasur zemrën e pastër, do kërkosh të mirën tek gjithë njerëzit e tjerë. Dhe Zoti sot na thot dhe një fjalë shumë të rëndësishme. Nuk mund të shërbejmë dot dy zotërive, edhe Zotit edhe botës. Nëse marrim pjesë e përgatitemi për të shërbyer Zotit, duhet të heqim dorë nga gjërat e botës, pasuritë, pushtetet, lavditë e kota e gjithçka tjetër që e sundon botën e sotme, sepse është e pamundur të shërbesh dy zotërive. Syt, nëse nuk përqendrohen në një vend, nuk funksionojnë dot. Nëse sy është majtas dhe tjetri djathtas, ai nuk sheh fare. Nëse një këmbë hikën në një krah dhe këmba tjetër në krahun tjetër, nuk mund të thosh dot. E njëjta gjë është në jetën shpirtërore. Përpiqu të shërbesh Zotit me gjithë fuqinë tënde, me gjithë mendjen tënde, me gjithë shpirtin tënd. A nëse do bëjmë këto gjëra, Zoti do na shpërblejë duke dërguar hijen e Shpirtit të Shenjtë e duke na mbrojtur nga çdo e keqe. Mbas pak do thirrësh në altar
për të filluar shërbesën tënde si diakon. Edhe uroj që kjo shërbes të vazhdoj vazhdimisht në çfarëdo lloj pozicioni që do jesh në jetën tënde. Dhe ju kërkoj të gjithëve ju, le të luteni për diakonin e ri. Kisha ka nevojë për lutjet e besimtarëve. Të gjithë klerikët ka nevojë për lutjet e besimtarëve, sepse lutja e fuqishme ndaj Zotit gjithmonë nuk kthehet duar bosh. Perëndia do të dëgjojë lutjen tonë nëse e bëjmë me zemër dhe e bëjmë me gjithë shpirt. Uroj që Perëndia ta bekoj diakonin e ri, e ta ndriçoj, e ta mbroj nga çdo gjë. Amin. Iri Perëndishëm që shëron të gjitha lëngatat dhe plotëson të gjitha mungesat, e dorëzon diakun Besimir Nifon Diak. Prandaj le të lutemi Zotit që t'i dërgojë hirin e shpirtit të tërshenjtë. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Le t'i lutemi Zotit. Dhuratën e shpirtit të shenjtë për të dhëruar të shpëtimit me sigurisë të shenjtë. Ti ku Zoti do të shpëtojë të E ti lutemi Zotit. O Perëndia shpëtimtari ynë, që na dërgove në Stefanin si dhjak të parë, Ty o Krye Zot, shtir syrin mbi shërbëtorin tënd Nifon,
të cilën e vlerësove të hyjë në shërbimin e dhjakërisë, mbushe me besë, me dashuri, me fuqi dhe me shenjtërim, me përmbindodhjen e Shpirtit të Shenjtë, se hiri nuk jepet me dorëvënien time, po me zbritin e mëshirave të tua të pasura. Pra vlerësohet të largohet për çdo mëkati, të qëndrojë faqebar përpara Teje në ditën e trëmshme të gjyqit dhe të marrë shpërblimin e sigurt që na ke premtuar, se Ti je Perëndia ynë dhe Ty ta dërgojmë lavdin, Atit e Birit dhe Shpirtit Shenjtë, tani e për në jetë të jetëve. Idej, Axios, idej, Pasi kujtuam gjithë shenjtorët përsëri dhe përsëri me paqe, le t'i lutemi Zotit. Për dhuratat e çmuara që u blatuan dhe u shenjtëruan, le t'i lutemi Zotit. Që Perëndia y njeri dashës, i cili pranoi ato si aromë shpirtërore në altarin e Tij të shenjtë qiellor, dhe të kuptuar me anë të mendjes, të na dërgojë si shpërblim hirin hyjnor dhe dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, le të lutemi. Që të shpëtojmë prej çdo i dërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Duke lypur bashkimin e besës dhe pjesëmarrjen e Shpirtit të Shenjtë, veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë le t'ja parashtrojmë.
Le ti lutemi Zotit. Bekimi dhe mëshira e Zotit ardhë me ju, me hirën e ty në orë dhe njëri dashje, gjithnjë tani e për erën e jetë, të jetëve. Lavdimë ty, o Krisht Perëndi, shpresa jon, lavdimë ty. Në pjatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë tani e për erën e jetës. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, dhe kokryej Zoti i shenjtë. Ai që u ngjall së vdekurës, Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë Ylicës, gjithmonë Virgjëreshës Mari, me fuqinë e kryqit çmuar dhe bërës, me mbrojtjen e fuqive qellore të çmuar e patrup, me lutjen e profetit Parisit dhe pakzorit Joan, të apostullit shenjtë dhe mëshkëlqyer, dhe etërve tanë shënar dhe i prurës, të prindës shenjtë dhe drejt Joakimit dhe Anës, të shënë Julianit, kujtimin e cilit bëjmë sot, dhe dhe shëntorëve, dhe mëshirov dhe shpëtov si Perëndi i mirë dhe i ridashës. Me uratat e etërve tanë të shenjtë të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e krye Zotit tonë të shenjtë, o Zoti Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Gëzuar dhe për shumë vjet,